Okej, kam kolegun Ardit Hoxha këtë herë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ardit, përshëndes. Një ditë e gjatë kjo, intensive, padyshim, por e kemi thënë disa herë bashkë edhe në zgjedhjet mëparshme që zgjedhjet në Kosovë janë për ne të Shqipërisë, zgjedhjet në Kosovë janë shumë më të lehta për të ndjekur, për të raportuar, sepse gjithçka thuajse shkon sipas planit, jo si tek ne. Apo jo, Ardit? Më trego pak çfarë po ndodh. Po, në fakt, thimi ashtu si kurse kemi raportuar së bashku edhe në zgjedhjet e mëparshme, qoftë ato të këtij viti, por edhe në zgjedhjet që janë zhvilluar në Kosovë gjatë viteve të fundit, kur ekipi i Euronews Albania në fakt ka qenë gjithmonë prezent duke raportuar hap pas hapi gjithë procesin. Edhe ditën e sotme nuk ka pasur problematika përveç atyre që ka raportuar në mbledhjen e parë të KQZ-s ditën e sotme në orën 12:30, aty ku u evidentuan disa problematika sa i takon akreditimit të dy mediave serbe, të cilave ju ishte refuzuar kërkesa për shkak se kishin qenë në shkelje me rregulloren dhe me gjithë procedurat e vendosur nga KQZ-ja për mediat që duhet t'i plotësojnë në kërkesat për akreditim pranë KQZ-s këtu në Prishtinë, dhe gjithashtu me një problematik tjetër që ishte evidentuar në komunat me shumicë serbe, në të cilat ishte konstatuar një votim familjar dhe tentativa për të votuar në grup, dhe indicie nga disa anëtar të KQZ-s se kishte persona të ardhur nga Serbia për të votuar me dokumente jo të shtetit Kosovës, por me dokumente serbe. Ndërkohë, sa takon raportimit që bëri vetëm pak minuta më parë kreu i KQZ-s këtu në Kosovë, lidhur me pjesëmarrjen, Zoti Radoniqi deklaroi se deri në orën 15:00 në Kosovë, në këto zgjedhje të ditës sotme kanë votuar 510.545 votues, ose e thënë ndryshe në nivel përqindje rreth 25% e votuesve. Nëse do të bëhej një krahasim i kësaj pjesëmarrje me zgjedhjet 2021 në të njëjtën orë, në ato zgjedhje 2021 deri në orën 15:00 kishin votuar 26 presi 95% e votuesve. Pra, siç mund të dallohet, ka një pjesëmarrje deri diku më të ulët deri në këto momente në këto zgjedhje, por nga analistë ndryshëm ose po themi vëzhgues të procesit zgjedhor këtu në Kosovë, është deklaruar se mund të ketë ndoshta një rritje të pjesëmarrjes në orën në vijim, kjo për shkak edhe ndoshta të situatës krijuar mbrëmjen e dieshme në Prishtinë, ku